Për të 25-ën herë me radhë ka dështuar seanca për konstituimin e Kuvendit të Kosovës, pasi që akoma nuk ka një marrëveshje politike mes partive për të dalë nga ky gërgj politik. Për zgjedhjen e kryetarit Kuvendit, kush është për? Kësaj edhe këtë të hënë nuk pati vota të mjaftueshme për formimin e komisionit për votim të fshehtë për zgjedhjen e kryeparlamentarit. Nga 104 deputet sa ishin në sallë, 51 prej tyre votuan për, një kundër dhe s'pati abstenim. Ministra në detyre drejtësisë Albulena Agjiu pas përfundimit të seancës kritikoi partitë opozitare për sulme seksiste ndaj saj. Shqetësimi im në këtë drejtim është që këto sulme, të cilat janë seksiste, të cilat janë mizogjene, të cilat fyejnë gratë, mendoj që i dekurajojnë gratë tjera që të marrin pjesë apo të jenë pjesë aktive e politikës. Por deputetja nga radhët e PDK-s Gjura Shitaku, fajtore për situatën e krijuar la lëvizjen e vetëvendosje. Kuvendi dhe institucionet e Kosovës vazhdojnë të mbesin të bllokuara për shkak të kryenetësisë së grupit të parë parlamentar. Edhe një herë bëjmë ftesë për reflektim, Kosova është më e madhe se sa secili prej nesh. Ndërsa Lutfi Aziri nga Lidhja Demokratike e Kosovës tha se pa një marrëveshje politike nuk mund të dilet nga ky ngërç institucional. Mungesa e një vullneti politik për të gjetë një zgjidhje të shpejtë politike, tashmë është bërë pavlefshme me përmend. Jemi vonë, është bërë neverike për qytetarët edhe për vetë neve si përfaqësues, por gjithmonë ka rrugë, mundësi që duhet më shtjerë deri në fund dhe më gjetë një rrugë. Seanca e ardhshme për konstituimin e Kuvendit do të mbahet të mërkurën në orën 11. Në 4 qershor në orën 11 shihemi përsëri.